Të nderuar, në Kosovë nuk ka pasur kurrë asnjë parti politike shqiptare që ishte kundër pavarësisë. Dhe rrjedhimisht asnjë që e mbështeste ndonjë autonominë në Serbi. Të gjitha partitë politike shqiptare ishin për pavarësinë, ashtu siç ishte edhe vetë qëllimi i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ta paraqesesh mbështetjen për pavarësi si kërkesë radikale dhe autonominë si moderne, është një sulm jo vetëm ndaj historisë Kosovës, por edhe ndaj të ardhmes së saj. Sikur prokuroria përpiqet të na ndajnë e shqiptarëve mes veti dhe ta barazojë UÇK-n me krimet e serbisë. Askush nuk mund ta bëjë asnjërin e as tjetrën. Lufta qërimtare nuk mund të barazohet me shtesin vrasës të Serbisë. Ta barazosh rezistencën e një populli të shtypur me një plan kriminal do të thotë ta vendosësh në të njëjtin nivel rezistencën e të shtypurit me projektin e shtypësit. Ky barazim nuk është vetëm i pasakt, por thellësisht i padrejtë. Të përpiqesh të ndërhysh me qëllim në ndryshimin e fakteve historike përmes akuzave me pretendime të shtrëmbuara, është thjesht të përpiqesh ta rishkruash historinë.